Ashtu si çdo vit, festa kombëtare e Greqisë, e njohur si Joja e Madhe ndaj ultimatumit të Italisë, ka mbledhur 10 pjesëtar të minoritetit grek në Shqipëri për të kryer omazhe në varet e ushtarëve grek në Këlcyr. Të pranishëm ishin edhe ambasadori grek në vendin tonë, Leonidas Rokanas, konsulli grek, si dhe familjar të rënëve të ardhur posaçërisht nga Greqia. Kryetari i PBD-s Vangel Dule, i pyetur për kthimet masive nga pala greke në kufisë së fundmi, u shpreh se një gjë të tillë nuk e ka parë dhe konstatuar. Nuk jam në dijenit të këtij fakti, po presim të afërmit dhe familjarët e të rënëve, si çdo vit, që të nderojmë së bashku martirët e 28 tetorit dhe të luftës antifashiste të popullit grek të 1940-41. Ndërsa lidhur me incidentin gjatë ndeshjes së futbollit Serbi-Shqipëri në Beograd, Dule deklaroi se duhet të shmangen nacionalizmat për të pasur marrëdhënie më të mira. Duhet vullnet më i fortë politik nga të dy qeverit për të kapërcyer paragjykime stereotipe të së shkuarës dhe për t'u bashkuar de facto asaj që të gjithë dëshirojmë, frymës dhe realitetit europian. Është mirë që politika të merret me politikë dhe sporti të kufizohet në stadiume dhe në sallat sportive. Aktivitetet kanë vijuar në Bularat, ku sekretari i Ministrisë së Drejtësisë greke, Jorgos Ulas, ka akuzuar shtetin shqiptar se nuk i është përmbajtur marrëveshjes për kërkimin e varreve të ushtarëve grek.